propaganda vazhdueshme ka bërë që popullata të hezitoj të blejë prodhime vendore. E kemi bindjen ende se produktet që vinë nga importi janë më të mira, më cilësore. Bujqësia u godit rënd nga pretendimet të rreme, se toka ishte e helmuar nga ndotja dhe mbetjet e bombardimeve të NATO-s. Mira prodhime mediale, pa asnjë bazë, shpërndan narrativen se zona ishte e ndotur dhe prodhimet nuk mund të konsumohen. Po të kishin qenë kushtet pak më ndryshe, edhe mos të kishte pas propagandë vazhdueshme që nga pas lufta deri tani, kompanitë vendore do të kishin qenë shumë më të mëdha. Një prej kompanive që do të kishte qenë shumë më e madhe do të kishte qenë edhe kompania ime. Mirë po propaganda vazhdueshme ka bërë që popullata të hezitoj të blejë prodhime vendore. Edhe ka bërë që popullata, konsumatori vendor, tjetë në gjendje të paguaj shumë ashtën për një produkt të importuar, se sa për një produkt vendor. Gjithmonë kanë dashur që produktet vendore tjenë së paku 20-30% më lirë, atëherë për me qenë disi të përshtatshme për konsumatorin vendor, dhe kjo neve na ka penguar shumë të zhvillohemi, sepse pa një margjin të fitimit të mirë, nuk mund të zhvillohet kompania. Në momentin që produktet tona kanë qenë konkurruese në vendet e rajonit dhe kanë qenë konkurruese në tregun tonë, sulmet janë shtu. Do më thonë, duke fillu nga Maqedonia, Serbia, Shqipëria, Bosna, Malizi, këto janë tregjet më të afërta që ai kemi. Dhe në disa prej këtyre tregjeve, në momentin që është shtu prezenca e produkteve tona, apo në momentin që për produktet e këtyre vendeve është kriju konkurencë këtu brenda tregut, atëherë janë shtu edhe sulmet. Dhe e thash, edhe më herët, unë nuk jam ai që bëj hetime, ose ai që muj me drejtu gesht drejt dikujt, po kjo ka qenë, si me thonë, kronologjike, pra, ke mujt me e përcjell me drejt, ka qenë e dukshme. Vazhdimisht ka pas në për mediumet ndryshme të cilat në mënyrë të sponsorizimit ose të bashkëpunimit ose gjërat të ndryshme i kanë paraqit prodhimet kosovare si prodhime jo të sigurta, jo të mira, jo cilësore, për çdo produkt kosovar që ndoshta i ka skaduar fati ose ka dalë një produkt i prishur, është bërë propagandë e madhe, ndërsa Strategjia kryesore e dezinformatës në ekonomi ishte ulja e besimit në cilësinë e produkteve, me resurse të ulta në marketing dhe eksperiencë të ulët. Për të përballur me dezinformatat, prodhuesit vendor u nxorën në tregun e egër në të cilin prodhimet e tyre u sulmuan me propagandë që ulte besimin në kualitet. Banor ta them të drejtën të këtij shteti, gjithmonë e kemi bindjen ende se produktet që vinë nga importi janë më të mira, më cilësore, se sa produktet që i prodhojmë ne. Do me thonë, ende se dinë ata se sa jemi na të zhvilluar në aspektin e prodhimtarisë vendore. Nuk e di se s'kemi qysh me informue, vetëm nëpërmjet televizioneve, po televizionet për shembull na vizitojnë më rrallë. Edhe s'ka ku me të pa ty një konsumator ku përgatish prodhimin. Në qovë se televizionet nuk vinë me i qizua me pa procesin e prodhimit e kështu me radhë.